Pas ngritjes së problematikës së rrugës hyrëse për në qytetin e Pogradecit, e cila në fakt ishte kthyer në një makth për drejtues të mjeteve si pasojë e gropave të cilat ishin hapur këtu për shkak të rreshjeve të shiut dhe sigurisht si pasojë e ndërprerjes së punimeve nga ana e firmës e cila është kontraktuar për ndërtimin e kësaj rruge, ka reaguar sigurisht edhe firma e cila ka marrë përsipër edhe bërjen e kësaj rruge këtu. Menjëherë pas le të themi publikimit jo vetëm në televizionin ton, por edhe në shumë portale online dhe gazeta, firma ka ardhur dhe ka bërë mbushjen e gropave, të cilat në fakt kishin arritur një thellësi mjaft të madhe, deri në 30 pont shkonte thellësia e një grope si pasojë e kalimit edhe të mjeteve të tonazhit të rënd. Sot, në momentet që po flasim, e cila është ditë e martë, siç mund ta shikoni edhe nga pamjet, rruga është pa gropa, është bërë mbushja e tyre me çakull. Sigurisht do të jetë një çakull që nuk do të rezistojë shumë në rast se do të ketë rreshje të shiut të tjera, sepse do të hiqet sigurisht nga çakullimi i mjeteve. Por nga ana tjetër, ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga ana e firmës, e cila është kontraktuar për punimet e kësaj rruge, se kur do të nisin punimet për përfundimin e këtij projekti. Kujtojmë që le të themi koha e zgjatjes së këtij projekti është vetëm 24 muaj, duke marrë parasysh edhe shkëputjen që është bërë tani, ende nuk dihet nëse punimet do të përfundojnë në afat ose jo. Megjithatë, tashmë rruga është disi më mirë, por sigurisht që mjaft shqetësues është pluri i cili ngrihet si pasojë e kalimit të mjeteve në këtë zonë. Një ndërhyrje e tillë në këtë aks rrugor vetëm 1 kilometër të gjatë ishte bërë mjaft emergjent pasi firma që kurse u largua më shumë se 2 muaj më parë e kishte lënë atë në mëshirë të fatit dhe ata që e vuanin ishin drejtuesit e mjeteve dhe udhëtarë drejt Tiranës apo Anasjelltas. Ende nuk ka asnjë njoftim zyrtar se kur do të rifillojnë punimet për vazhdimin e projektit të kësaj rruge, e cila koston $9.5 milion.